Ngacmoi pacientën gjatë operacionit në Spital Policia e Tiranës vendos nën hetim mjekun 44 vjeçar. Një mjek është vendosur nën hetim nga policia pas kallëzimit të bërë nga një qytetare e cila pretendon se është ngacmuar gjatë një ndërhyrje mjekësore në spital. Sipas njoftimit të policisë, specialistët për hetimin e krimeve kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimin penal në ngarkim të shtetasit me iniciale AG me profesion mjek. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit policisë numër 4 referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal në ngarkim të shtetasit AG 44 vjeç me profesion mjek pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një shtetase se gjatë kohës që ishte paraqitur për një ndërhyrje mjekësore në spital, nuk është trajtuar sipas rregullave të etikës profesionale, njoftoi policia. Në drejtimin e prokurorisë vjen puna për zbardhjen e plotë rrethanave dhe dokumentimin ligjor të këtij rasti.